Prodhuesit të huaj dhe amerikanë të makinave shpresojnë të shtojnë interesin për modelet e tyre të reja në panajirin e makinave këtu në Washington. Panajiri vjetor është veçanërisht i rëndësishëm këtë vit për prodhuesit e makinave që po përpiqen të mbijetojnë në ekonominë e rënduar. Me më shumë se 700 makina të reja dhe me teknologjinë e fundit, prodhuesit e makinave ngulmojnë se këtu ka diçka për të gjithë. Kryetari i Panajirit, John Orisman, thotë se ngjarja e këtij viti është veçanërisht e rëndësishme me administratën e re në Washington. Presim vizita nga Departamenti i Punës dhe ai Energjisë. Mendoj se duke u nisur nga gjendja ekonomike dhe fokusi në industrinë tonë, administrata e presidentit Obama do të tregojë interes. Panajiri vjen në një kohë kritike për prodhuesit e makinave që kanë pësuar humbje të mëdha që nga viti i kaluar. Në ekspozitën e makinave miqësore për ambientin, drejtuesit e industrisë debatuan për aspektet pozitive dhe negative të energjive alternative. Ekzekutivi Audit në Amerikë, Johan de Nysschen, preferon një përqasje të balancuar. Ne kemi nevojë për një politikë energjetike për të filluar tranzicionin nga ku jemi sot e deri ku duhet shkojmë nesër. Ideja e një teknologjie të vetme për një përgjigje të menjëhershme është e gabuar. Por qofshin makina me gaz, elektrike apo hibride, Brita Gross e General Motors thotë se është e rëndësishme për prodhuesit të bëjnë zgjedhjen e duhur. Është e vështirë, duhet mendojmë mirë për të zgjedhur dhe nuk kemi shumë fonde për të provuar se cila zgjidhje është më e efektshme. General Motors ka harxuar tashmë $1 miliard për të ndërtuar një makinë elektrike. Tani problemi më i madh është ekonomia. Gerard Murphy, që përfaqëson shitësit e makinave në Washington, është optimist. Një situatë e tillë është e rrezikshme kur nuk ka kërkesë nga konsumatorët. Mendoj se ata do të vinë të shohin këto makina dhe do të ndryshojnë mendimin. Por Panajiri nuk mund të bëjë shumë, disa thonë se ardhmja e industrisë së makinave varet nga sa shpejt do të mëkëmbet ekonomia. Ekspertët e industrisë parashikojnë një përmirësim të lehtë në shitjet e makinave nga gjysma e dytë e këtij viti.